Pas largimit të ndeshjes në kampionat kundër Rabotničkit të dielën dhe pas reagimeve të FFM-s, me komunikat zyrtare ka dalë edhe klubi i futbollit Gostivari, ku mes tjerash thuhet: "Ne e dim se si administrate sapo formuar, atyre mund të mungoj përvoja. Megjithatë, ne nuk mund ta kuptojmë këtë qëndrim dhe fjalor agresiv, antagonist. Me sa duket, tërheqja jon nga fusha në ndeshjen e fundit i dha mundësinë FFM-s të shpreh armiqësinë e tyre ndaj nesh. FFM sulmoi klubin ton me një shumicë pretendimesh, krejtësisht të pabaza nga burime të panjohura. Thjesht thashe theme në rrugë, nga kush dhe si marrin këto akuza. A kanë agent të ngulitur në për klube. Një proverb turke thot: "I sapo ardhuri e bën të vjetrën të duket më mirë." Ne e përjetojmë këtë të dorës së parë. Nën udhëheqjen e mëparshme të federatës kishim shumë ankesa, kishim shpresuar se me federatën e re gjërat do të përmirësohen hap pas hapi. Përkundrazi, ne e kemi përjetuar shumë më keq, me një zhgënjim të plotë. Në konferencën për shtyp të mbajtur një ditë para ndeshjes, ne deklaruam se nuk presim të zgjidhen të gjitha problemet njëherësh. Gjithsesi, do të mjaftonte që të merrnim sinjale se po punohet për adresimin e këtyre çështjeve. Rezultati megjithatë ka qenë një fiasko e plotë. Në vend që të shëroj padrejtësi, kjo administratë FFM-s duket se ka për qëllim të heshtë dhe friksoj ata që flasin kundër tyre. Sa i përket deklaratave të bëra nga kryetari i OFS, Gazi Baba, ata nuk janë palë për këtë çështje. Ne e kuptojmë pse kanë përfshirë veten. Asnjë vandalizëm nuk ndodhi brenda stadiumit, as ndonjë shqetësim në zonën përreth nuk ndodhi që të mund të ketë prekur qarkun. Vendimi ynë për të braktisur ndeshjen dhe për të protestuar gjyqtarin duke duar trokitur nuk ka asnjë lidhje me ta. Ashtu siç nuk përfshihemi në punët komunale apo nuk komentojmë për gjëra të tilla, ata nuk kanë të drejtë ta bëjnë këtë. Do të pasoj një përgjigje detajuar, pik për pik, ndaj akuzave të gjata dhe të pabaza të federatës, thuhet në komunikatën e KF Gostivari.